A lidhen to edhe për shkak të konfliktit brezave, se shohim që ndoshta tashmo, nëse të kalumen, ka qenë pak marrë me akthy fjallën, edhe u dosh mu pajtu gjithqysh me mendimin e dikujt ma tritur, tash ka konflikt edhe për jetën e përditshme mes prindërve, e lërë ma dhe mes gjyshave, nipatve dhe mbesave, sepse dallon pak edhe mënyra se si mendojnë tash edhe me të menduarit kaluarën, edhe pak është një farë konflikti kështu gjeneral tash mandej. Pak që pëthojnë clash of generation. është vërtet që ka për leshe general tash, mirë po prapë isha nëllë të tash elementi non, sepse problemi që pëndodhin familje, pëqojmë edhe gazetarën e për shesh kur dalin, për shamë, thotë unë nëse martona, unë nuk du me jetu me printe e burrit. Atëherë, pak e shkurtim po, qëfar më duhet mu një bashorte, ku në start mu po ma mohën qenjen time, si njeri që ku mordë për që aty dy prinderve, unë dhe më thonë, falë tyri jetoj, edhe edukimi, edhe vëzhbathja, edhe respekti, gjitha, mi kam pësu prind. Atëherë unë them që në mungesa e edukatës, nga pala tjetër, buhet problem edhe i familjes ku shkon. Që faktikisht fillojnë dhe ato plasaritjet, fërkimet, përleshjet, edhe mosmarrveshjet. Kisha me thonë që prap me morat mesatorën, asë mos me buhet se këtynër, i ka thonë buri kanë morë musafir, edhe këtynër s'kanë posas shporeta, si kursa që i kanë dojnë në borë në furë, që unë i kanë përshamë dojnë qëtaric, edhe bashkë par një mu diskutoj shumë me qika dojës këtë tem, ka dojnë dhe prej mëngjesit, unë e vetë si fmi unë rritë ku mjetu atje, prej mëngjesit, përshamë gruja dojës, në gjagjyll, që është ende gjallë, po nuk kam i më shëndet, nona jam, nona Fatime, këtu nuk kanë ditë me thonë një mlodhë. Nuk ka egzistu shtemi ju mlodhë. Tasha nuk meritojnë këtu dhërata, a nuk meritojnë këtu me qunë pushime, nuk meritojnë ju bleni arë një diçka, mi shpërbyse të smunë shkur, as reja, as shika mi zavencu këtë sakrifisën e tyre. Për mos mendoj që a i gabim, neve në mësën feja, që me respektu do me thonë të vjetrit, edhe me mshiru të vezhlit. Po edhe me mësu, edhe kur kemi musafir ku mu ullë, që ka qenë kaluarën oda, unë them kjo tash është prish, si kur kënga e Sena Vlasali që dhe ke ketë mrapsht. E ka një farë kënga, po? Jo. Qa po të më thonë? Unë e po thonë, prindë mos i harroni kur. Një person, qovë djallë, qovë vajzë, nëse ka fillu me thonë, non mësëm përgës se kam dollë me shoqe, mjaftën që kjo fjallë, jeta mi shku mrapsht. Nuk ka knashti se mi thonë, non, kom një problema, mundesh mu lutë, me bu një do për mu. Nona dhe baba, kur t'ingrisin dur të zoti, e ki jetën shumë në regull. Po du me u jetë të kjo pjesa që e the që të rejat, për shambull, po thonë që nuk po dojë me jetu me prind, po ka edhe vjerit të generatav të reja që unë kam dëgju shumë shpesh që thonë le dalin vetë me jetu, se pe kam edhe në privatësin tem edhe djali jem privatësin tem. Pro është paka shumë, tash është bosë si trend kjo pjesa, jo vetëm prej generatav të reja, jo vetëm prej nuseve, por në përgjithsi. Pa ato ngratat e din që ako mi gjitë që për që ato dojnë. Gjithka këthejet, por a është në regull, shpesh në familje të në gusht bisedoj dhe diskutoj. Nuk ka në regull për një nanë. Me begatu zotë me një vajzë, e mi bu 15-16 dhe mos në idhme që një pite ose një ushqim. Qysh do me gëzuaj nesër burrin, kur e qëtë për në tërë ditën, s'paku me gjithë një ushqim të shtëpia. Nuk ka në regull gjithë me në ngrën jashtë. Dhe gruja të në ditën, po nënë të ne porositin diska. Këtë tema ju në diskutu në kaluaren. Do me thonë, baba është marrë me djallin, e ka përgadit, nona ka përgadit vajzën. Amo e ka përgadit, po e ka përgadit në atë aspektin që vajza ka në një shpi gjithë ditën edhe i ka bë punë të shpies që i ka bo nona vetë. Në të kalume nuk i pas një vajzë shumë të rallë, ki mujtë me gjithë mrena katunit ose lëgjës që ka shku në shkollë, mas një nga ka shku në punë. Ajo kur rënë gjithë ditën të shpia me diçka du të më merë. Po, Elsa, më nëse i shumë tash mërgjimtarët tonë që jetu njashtë, vajzat e tyre kur vinë në Kosovë, ose në vendin tona, janë shumë mas përgatitura për jetën bashkërtore, për punën, për kursimet.